I kemi minutat i kemi kalu, po një kam dhe një 2-3 pyetje më shumë shkurt me u përgjigj. Cilat janë 2 lutjet që duhet të themi në iftar dhe në syfër? Nëse ki për qëllim atë lutjen e iftarit, pejgamberi a.s. kur është në sofër, edhe ka thirrë ezani, është bërë koha iftarit, e ka marrë hulme me dorën e djathtë, edhe ka thonë bismillah, me emrin e Allahut, edhe e ka hangër një hulme, pastaj ka pi ujë, edhe ka thonë dhahaba dhamau wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kaloi etja, u lagën venat, edhe u arrit shpërblimi inshallah, nëse Allahu dënë. Kjo, mirë po, unë mendoj që ndoshta ti e ki qëllimin pak para iftarit. Pak para iftarit, 2-3 minuta më herët që ulemi. Eksakt. Ajo koha më e mirë për lutje është para iftarit. Para iftarit. E tash, a ka lutje caktuar edhe veç kjo edhe pikë jo? Ka lutje të ndryshme. Kështu që ti bën një kombinim të lutjeve. Prej lutjeve gjithë përfshirëse, që në popullin tonë, besoj që thuj se krejt e din, është me thonë Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Çfarë do të thotë? O Zoti ynë, na jep të mirat e tua në jetën e kësaj bote. Dhe të mirat e tua në ahiret, në botën e amshuar, dhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Kjo na jep të mirat e kësaj bote. Këtu nuk është qëllimi një të mirë apo dy. Ai që është student, të mirat është me qenë i suksesshëm në studim. Ai që është i pamartum, me dhon Zoti një burr të devotshëm ose një grua të devotshëm. Ai që është pa fëmijë, me dhon Zoti fëmijë. Ai që është pa pasuri, me dhon Zoti pasuri halal. Ai që është i papunësuar, me dhon Zoti punësim. Ai që është i smur, me dhon Zoti shërim. Rabbana atina fid dunya hasana, në dunja hasana të mira me na dhon, i përfshin të gjitha të mirat e mundshme. Tjetër një e më e veçantë është me thonë Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës i madh, e don falen me falë. Bile kjo preferohet gjatë gjithë Ramazanit. E në veçanti në pjesën e fundit, në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe pjesa e syfirit është shumë e veçantë, sepse disa po thojnë, one nuk qona hiç, e vazhdoj. Jo, duhet me uzgjue, sepse i dërguari Allahut Muhammed a.s. ka thonë, praktikoni syfirin, sepse është ushqimi i begatshëm. Të paktën një gotë ujë, 2-3 hurma, ose diçka, ku e diun çka kia aty në shtëpi, të paktën ato praktikone, sepse ka begati, ka bereqet. E çka me u lut, që e pjesa e fundit e syfirit është shumë specifike, shumë e veçantë, sepse shumica e njerëzve flejnë, shumica e njerëzve kanë harruar Zotin, ndërsa ti ngrihesh edhe çka e lut Zotin. E tash çka, më shumë të me lut për me na fal Zoti. Me na falë Zoti. Edhe se cili kemi lutjet e veçanta. Nëse unë s'kam fëmijë, unë nuk kam lut për martesën, jam i martuar po s'kam fëmijë, kam lut për çka? Për fëmijët e mi. Nëse dikush i ka fëmijë problematik, ose runa Zoti ka të smur, me lut për shërimin edhe udhëzimin e tyre. Nëse dikush i ka prind të vdekur, me lut për prindët e vdekur. Sepse njerëzit po pyesin çka do të më bëj për prindët, çka do të më investu. Investimi më kapital që mund ta bëjnë të gjallët për të vdekurit e tyre, ose fëmijët për prindët e tyre është me boda, me lutje. Kjo i kalon gjitha. Më e mira që mund të bëjnë të gjallët për të vdekurit është lutja, doja. E pastaj është sadakaja, me dhon lëmosh. E mush gepekun me ushqim, me pije, u shpërndan fukarave, jetimve që ka këgja shumë popullin tonë, edhe ti s'ka nevojë tash me thirr kanal 10 që ne dhajtë inqizëm se ke bon namën 100-200 euro që bëj që në ushqim atje. Se po pak edhe në tradit jo e mirë që kë reklamimi i skajshëm po mendoj. Nashta dikush do të më reklamuar. Nashta bre motivuan pak e shet dikush quhet edhe dikush tjetër. Janë ato shoqata, sigur shoqata bereqeti, ose ka diçka të ngjashme kështu, ama individualisht pse na? Pse shembull me bo kaq marketing edhe me kish përdorur edhe fytyrat e aty në nevojtarëve. Kështu që po don dikush me kontribuar për të vdekurit e tij, le të bën lutje sa më shumë. O Allah fali prindët e mi, o Allah mëshiroj me mëshirën tënde të pakufishme. Ashtu siç më mëshiruan dhe më edukuan mua kur unë isha i vogël. Ashtu që shu kujdeson ata për mua kur isha i vogël, o Allah kujdeso ti për ta, sepse tash ata nuk kanë askënd që ja zgjat dorën e ndihmës. Këto dhe lutje të ngjashme me i praktikue në iftar edhe në syfër, por jo vetëm, edhe jashtë kësaj kohe, edhe jashtë Ramazanit, sepse nuk e dina do të shihemi më, por Ramazan nuk e ka qëllimin me na bë adhurues sezonal, por adhurues të vazhdueshëm
sepse Zoti i Ramazanit, Allahu, është edhe jashtë Ramazanit. Absolutisht. Po për besimtarët, unë besoj që këta e din, sepse e bajnë me shpirt dhe jo për ata që the tradicionale.